situata. Në fakt, ju zbulimi që keni bërë ju me agroturizmin 225.000 euro ngre hije dyshimi që një pjesë e këtyre agroturizmeve që promovohen nga kryeministri Edi Rama mund të jenë përdorur, pra mund të jenë përfituar në një mënyrë tillë apo? Shiko, agroturizmi i ka të gjitha dokumentat sepse unë thash që është publike, janë publike. Pra, janë vendimet të Këshillit Bashkiak që janë miratuar nga Bashkia e Pelenës për lidhje janë në kontrata qeraje, kontrata notariale për dhënien e pronës me qera, e tjerë janë parat që janë dhënë nga AZBR-ja. Pra, janë të gjitha faktet dhe sigurisht që këtu lind i gjithë dyshimi që këto para në një farë mënyre kanë brenda konfliktin e interesit dhe sigurisht që dikush fshihet pas tyre. Dhe unë nuk besoj që motra e Kryebashkiakut të Pelenës është ajo që ka marrë iniciativën për të investuar dhe për të bërë një agroturizëm, por sigurisht që unë nuk mund ta them sot nëse është apo jo të met peshi pas saj historie, por të gjitha të dhënat, të gjitha indicjet sigurisht të çojnë tek ai. Prandaj duhet që në një farë mënyrë, sidomos në përfushatat zgjedhore, personazhe të tillë të kalohen me imtësi në sitën e organeve përgjegjëse sepse janë personazhe që gjatë qëndrimit të gjatë në bashki si te Pelena kanë krijuar, po themi, ato zonat të tyre të influencës në një mënyrë apo në një tjetër, edhe sigurisht që janë njerëz që tashmë garantojnë suksesin e Partisë Socialiste me vota. Më the pak çast më parë nëse nuk e dëgjova keq, vilat e Termet Peçit do ndalemi pak aty. Janë, shiko, jo, ajo që po thoja unë është që projekti agroturizëm regjini ka qenë vileta. Sigurisht viletat vogla. Viletat vogla. Sigurisht duhet parë se çfarë ka ndodhur me projektin, për këtë duhet të flasis pak, por ne jemi marrë me historinë e pronës dhe me historinë e parave të IPARD-it. Por ajo që unë dua të ndalem përsëri janë fondet publike, sepse ka një rast tjetër kur kompani